ky është. Ktu është gjyqi. Po. Ktu është gjyqi. Ja, kjo është pamja. Po dhe edhe prezantuan të gjithë me radhë, i tha ky ka ardhur të filloj punë. Ta po ky gushesh i tha. Ka ardhur të filloj punë. Edhe në aty mora i kurajo, pastaj e pyeta, në një kënd kishte disa libra në ngjyrë bezh. Çfarë librash? Bibla në disa lloj. Kishte Biblën, ë? Biblën. Ramiz Alia lexonte Biblën në qeli? Po. Çfarë thua? Po edhe i them unë, më falni, ç'ne Bibla, ju jeni muslimanë, do të kishit Kuranin. Tha, ke të drejta, ato misionarët që ma sollën hollandeze, i thash që përpara se të më bëni të krishterët, më bëni musliman. Po isha ateist? Po, pra, e tha për tani në lidhje muhabeti, se s'do më thoshte moi që unë jam ateist aty për momentin. Jo, e vërteta është që Ramiz Alia ishte ateist. Ishte ateist, po. Ai tha, siç duket e ka thënë edhe me kunj atyre, ju përpara se të bëni të krishterët, më bëni musliman. Po. Sepse origjina e Ramiz Alis ishte musliman nga Shkodra. Po. Edhe aty gjeta i moment të dytin kur ajo thash, a mund të bëj edhe një pyetje? Po, më tha moi edhe i çeli çik fytyra. Edhe drejtori që ndroi po më shikonte komunikimin. I thash, Bibla si libri më i vjetër në botë. Dhe Iliada e Homerit. Thonë se Iliada e Homerit është përpunuar vit pas viti. Po tek Bibla qëndron përpunimi, këtu qëndron sekreti i Biblës. Në zërin karakteristik, që nuk është përpunuar gjatë gjithë kohës që kur është hedhur në letër. E tha ai? Tha Ramizi. Po. Dhe prandaj quhet dhe libri i pandryshuar. Ose siç e ka quajtur dhe Henrik Heine, më tha, libri i librave, ku shkrimtarët, poetët, edhe shumë personalitetet të kohës kanë marrë frymëzim nga Bibla. Nga Bibla. Bibla. Dhe ai lexoi, po sa lloj Biblash kishte? Po kishte, japni me shkurtime rreth zotit, Tani, kjo bëri që ta lexoje ti Biblën? Jo, ta lexoje, pastaj kalon unë kisha lexuar edhe un fragmente, po nuk kisha. Ata dha Ramiz Alia Biblën? Jo. Ti e kërkove? Jo, nuk e kërkova Biblën. Po, ishin momentet e para. Jo, më vonë pastaj. Po më vonë unë kisha se i mora Biblat në shtëpi se kishte Kur'anin. E morë Biblën? Jo Ramizit, jo Ramizit. Po e lexove Biblën? Biblën e lexova. Vetëm prej asaj prej Ramizit. Po Ramizit. Prej Ramizit lexove Biblën. Do Ramiz Alia ty të bëri të lexoje Biblën. Po. Kur mbarove të lexuari Biblën? Ndjeve në kishte gjëra shumë që më vonë mësova që në Bibël janë 3 fjalë nga shqipja jonë e vjetër, që para 3000 vjetësh. Midis atyre është dhe fjala urim. Po atë të Shëmpalit që predikoi krishtërimin në Durrës? Jo, por atë se kam. Okej. Tani, 67 vjeç ishte Ramiz Alia, plus minus. 68 mund të ketë qenë atë moment kur kam qenë unë. 68 për 69. Si ishte jeta e tij? Mund më përshkruash një ditë çfarë bënte presidenti i Republikës? Do thënë njeriu që sa kishte lënë postin e presidentit, u fut në burg. Faktikisht një burgosër ka atë ritualet 3 herë në ditë. Çohet mëngjes, që do marrë gotën e çajit. Do të thotë jo, më thuaj çfarë bënte Ramizi. Po këtë desha të flas, edhe do dalë edhe te Ramizi. Bën takimet mëngjesit në tualet. Lan pjatën. Jo, nuk e shoqëroj. Po në tualet. Po në tualet e shoqëronte gardiani. Po mi pra, e shoqëroj. Po. Ti mbikëqyri gjithçka. Po, në moment e kam shoqëruar edhe unë deri ke. Po ti ishe shefi, do të thonë ai shkonte në tualet. Po. Kthehesh? Po, fillonte në orën 9 dilte në ajrim. Po. Hante mëngjesin aty një. Mëngjesin e hante, mos i mbaronte, lante pjatën ose lugën. E hante në qeli apo në bez? Qeli, s'ka. Qeli. Nuk ishte. Qeli ishte këmbkryq atje. Në qeli tërë gjithçka. Një dyshek atje dhe në këmbkryq. Atje hante edhe. Po. Çfarë hante mëngjes? Po mëngjes çaj. Pastaj më fal kishte edhe ushqimet thata që merrte nga shtëpia, bukë të thekur më kujtohet, që binte vajza. Ishte shumë racional në për këtë. Gjellën e kazanit e pëlqente, për shembull vinte drega. Vinte drega, e merrte gjellën e kazanit, nuk ishte qibar si thot populli, nuk ishte merakli për këto gjërat e kështu. Dhe masdite ishte si masdite. Jo, në 9 dilte në ajrim the. Po 9 deri në 10 ditë në ajrim. Ajrimi ishte përjashtë apo thuaj? Jo, ajrimi ishte brenda, ishte një dhomë pothuajse kaq sa kjo, studio juaj, dhe kishte një dritare pak më të vogël se xham që duket atje. Na tregon kështu se teleshikuesit nuk e shikojnë atë xhamin e regjisorit.
Do të thonë ishte një dritare e madhe po. Dritare e madhe. Dhe sa rrinte? Rrinte një orë e gjysë ose dy kur ishte. Me kë rrinte aty? Rrinte vetëm na rrinte. S'pranon. Po të tjerë kishte? Rrinte vetëm. Jo. Do të thonë ai dhomë ishte vetëm. Edhe na rin dilte vetëm. Po të tjerët nuk ishte në atë kohë? Dgjoj, ajrimet kishin në bazë sektoreve. Po. Edhe kati tret kishte 20 doma të vogla të ndarë. Po. Kati parë kishte edhe ai, kurse kati dytë kishte këtë dhomën që dilte Ramizi. Vetëm Ramizi aty. Ramizi dilte te ajo dhe gratë. Po Ramizi ishte bashkë me gratë? Koçidonte kur ndroheshin. Jo, dera. Po. Ku ishte dhoma e ajrimit, komunikonte me të tre katet. Me të tre katet. Edhe aty kalonin në çdo sas të burgosur. Plus ishte edhe hetusia nga kati dytë që përkonte kati dytë. Se ka qenë hetusia, po i mend se un kam bërë reportazhe, kam shkruar, kam intervistuar brenda në te burgu 313, 302. Po dhe mbasi mbaronte ajrimi një orë, futesh përsëri në qeli. Po, futesh aty ose mund të futesh më përpara ose mund ta linin edhe pak, varet se si. Tani këtu do të thonë, e toleroj, e lihem shumë. Kur isha unë e linja edhe 2 orë. I thoja kur të mërzitesh më thuj, ai e dinte që për mos ik unë hapte një bisedë, një temë për një artist, për një aktor, për një filozof, për një politikan, për një gjë. Po lije 2 orë, E lije 2 orë, pastaj harroshim ne. Ke shkelur ligjin. Po ligjin për këtë tillë burr, edhe për president kushdo të ishte do ta shkelja, se fundit ka përfaqësuar një popull 5 vjet ose kushdo president që të ishte. Po nuk të edhe nuk meritonte. Pasi nuk e meriton çdo president të hyjë në burg, sepse ka dhe stafin që e drejton. Me sa di unë që Amerika ka dhe prokurorin me vete, që nuk e let gaboj dhe e kontrollon çdo çast që mos shkojnë në burg. Do të pyes edhe për raportet e tua kështu se por pastaj në Drega janë të Dregën? Ante Dregën. Herë merrte vet kishte qef ta zgjidhte kur merrte garuzhen si stom. Atje kur ja çonit ju atë, ja çonit ju. E çonin vinte nga poshtë buka dhe çonin 2 djemë të ri që mund të ishin 6-17 vjeç. Dhe ata ishin të burgosur? Burgosur ata. Burgosur ata? Po, burgosur. Që punonin në Mens? Jo, ato nuk Mens punonin po dhe të burgosur, por këto ishin të izolimit, sepse kalonte nga kaushi, buka ku gatush, futesh në domë dhe kthie shtej. Po si ishte ushqimi? Çante në Drekë ai? Po supat zakonisht ishin me oriz, supë me makarona, këto gjëra të lehta. Jo, çka po flitesh mish. Nuk bësh fjalë për Jo, s'ka pse mish do të. Mish i bësh kur dënoheshin. Si kur dënohesh? Mbas dënimit. Kur merrte dënimin. Se ky kishte para burgim ende? Ky ishte para burgim edhe kur që e kërkoj që të bënte dënimin e Biruc. Për ato arsyet e veta që kishte me klanin e byros politike. Po dhe ja do të pyes për të. Po pastaj mbas ditës çfarë bënte, vetëm lexonte? Lexonte, shkruante. Shkruante. E pyete çfarë shkruan? Në momente gjeta çfarë po bënta. Po shkruajta sepse truri nuk është funksion në çdo kohë, se mund t'i harrosh, mund t'i bësh. Po i shkruaj le të jenë aty tha. Edhe u hodh. Un kam patur një vëlla prej babe tha dhe u martua. Dhe kur u martuan ishte vogël e pyet, "Ora pse martove ti? Çe do nusën?" Po ti aty. Siç e kanë Shkodrona. Ti aty. Po ti aty. Edhe ato le të jenë shkrimet aty se një ditë, siç erdhi koha që i botoi, doli me një libër ditar burgu. Ai e botoi librin, ditar i burgut. Po. Po dhe pastaj në dark kishte në radio në Jo, në momentin që kasacioni ndave sapin nga 9-3. Po 5 apeli? Jo, nga 9-8. 5 apeli. Po e la 5 apeli. Po. Jo, në kasacioni e la 5. Unë e di 3. Jo, se bori 5 vjetë, sepse ai përfitoi që ta dish nga se ishte ajo arrest shtëpie. Arrest i burgut, se shtëpisë më duket nuk quhet me 1.5 se doli kodi i ri penal. Dhe kodi i ri penal, ai mendoi se do dilte tetor në 10 tetor dhe do hante ditëlindjen. Jo, e kapi më përpara. E kapi se u liruan në 7-8 korrik. Po. Të 95-s. Dhe ai pastaj qëndroi në qeli. Po, mas i kërkese që i drejtuam drejtorit burgut. Po? Kush ja drejtoi? Ja i mori, kërkoi mua. Edhe unë ja shtrova drejtorit. Që? Në ledhjen e mëngjesit. Që kështu. Për të liruar. Jo. Flasim kur doli kasacioni. E vendimi. Që nuk donte të ikte në Tepelen. Se mund të ikte, mund të transferohet, mund të ishin si janë në Bënç, po në Bënç, si janë gjithë tot shkonin në Bënç. Po? I tha, s'ka kush më ndjek tha,
kam vetëm zana që më vjen pasta, Vajza. dhe kështu që desha që të qëndroj këtu dhe bën kërkesën. Shkoj unë, kur ditën tjetër mëngjes, kështë bëj qarqaf kaqe. Që ke bërë ti, thashë, po më shekërojnë 2 policë, po nuk bëtë kërkesën në këtë formë, thashë, edhe unë jetën në dhikë, ja grisa dhe lëshova në tokë. O, tha, unë zë Niku. Për mua se më thrise Niku, në jero, beso se Niku. I thashë, do të bësh fare, ti është kërkesën. Nuk duhet të dalesh unë desha televizore, desha qarqafe, desha kravate, gjithë kushtet i kanë. Ti bëj kërkesën që të qëndrosh, se çdo të bim ne mas, e të dim ne. Edhe ti betëm thjesht, unë desha të qëndroj për arsye shëndetësore, nuk më ndjek familja, bërë, mora atë, ja çova drejtorit. Drejtoria përgjithshme aprovoi dhe Kush ishte drejtori i burgut? Drejtori i burgut ka qenë një shkëlqim Mustafaraj nga Aranitës i Mallakastrës. Po. Vinte nga këto klasat e përndjekura. Po si e trajtuat ju Ramizalin? Po në momentin që po dalim këtu, që të qëndroj që erdhi, filluam të fusim gazetat dhe një radio. E kishte lejuar këtë, se ishe i dënuar. Po pra, i dënuar, sepse prap duhet fuse se ishe... Qa gazeta shqiptare? Jo, gazetat e binte vajza. Po qa gazeta i si? Koha, jo? Të gjitha. Edhe rëdo? Të gjitha i binte. Edhe Albani? Po, ja binin gjitha atë. Ja sillin, ë? Po, ja sillin. Sepse atë ishe zëri popullor Riglindja Demokratike si gazeta partijake, po gazeta Koha Jon ishe më madhe, më mirë, më gazeta shqiptare, edhe gazeta Albania në thepesa. Pastaj fillon të binin në libër, ishte dhe radio. Po radio në jetë, djonte, falë dhe 2-3 gjuhë tuaja që dinte, edhe kishte të informacionin e plot. Tani këta jam tepër i kënaqur besa. Tani këta se ke kthyer në studio, i thash, "Seta, po s'po mbie televizori." Po dal nga dali, thash. Ja çova televizor? Edhe më thot mua me ça po s'dik me këti çoj haber. Me ato që shkojnë në fjerë, se bëjnë shaka unë. Po? O balluke prerë. Megjithatë erdhi nga data 7 janar, merr televizorin, meqense lampa ishte atje, energji e lartë, ja, për arsye që mos të kapin, të hidhen 3 metra lart, e zbritëm poshtë një prizë nga ato, montuam në dysheme, se ishe me drasa, me burri televizor 14 polç bardhezi. Po? Bardhezi? Jo me ngjyra. Jo. Dhe aty pastaj e kalon të ditën e Tërë ditën televizor? Televizor, jo radion, jo këtu, jo ne, jo i muhabet edhe shtyt i bukur. Tani, kush i vinte që vizitonte nga... Ai faktikisht i vinte vajza rregullisht në mes javë, pash me dhëndrin. Të tjera ai nuk pranonte, se kush ka ardhur ka trokitur, po dhe mund të vinte, po dhe ato distancuan shumë veta nga ai. S'majnë mund që të vinte, ka ardhur vetëm një herë një nip që ka qenë jurist, duke ta i rrinë Kanada, dhe erdhe dhe vajza që kishte jashtë në Spajnë, Besa, mas 4 vjetësh që ka ardhur në 23. Po djali? Djali jo, se ishte në kërkim. Ishte në kërkim djali, ha? Po ishte në kërkim se ishte në dosje me Fatos Nanon për Levante Kompani. Me Levante Kompani? Edhe për thashë, po ç'ne djali joti? Artani? Arbeni, më falë, Arben Alia. Po dëgjoj tha, Shqipëria nuk ishte fakse, tha, as kryeministri, tha, vetëm unë kishte një faks tha në shtëpi. Po kryeministri pastaj qenë ai që nuk ishte faks në zyrë. Se i faks, sido që të ishte mund të vinte dhe... Po dhe kaloi vetëm për këtë? Për këtë sepse gjithë vinin në emër fakset dhe... Në emrin e këtij? Vinin në Arben Alis. Arben Alia. Tani, cili ishte raporti i Ramizalis se u arrestuan dhe byroistët atëherë? Aty ishte kurani saj, Adil Çaçani, Manush Miftiu. Është Stefani. Zylftar Amizi. Zylftar Amizi, ai atje është Simon Stefani. Aranit Çela. Rita Marko, po. Ky është ai aty është pas Ramizit të Shpatës, është Veiz Hadëraj. Po ka qenë kryetari i Degës Sarandës. Edhe ai ishte me këta. Tani, ai policia ti ishte, ma kujto pak emrin? Se e maj mend. Ai në cep fare. Nuk e se e kam njohur. Doja ta kujtoj. Sandri mor, polici gjykatës. Sandri. Po, nga Fieri. Nuk e mend nga ishte, po Sandri, një njeri shumë i mirë, korrekt. Tani, ky zoni ky. Këtë po. Tani, si ishin raportet e Ramizalis me byroistët? Dëgjoj. Se gjithë ishin të arrestuar. Në burg ka një solidaritet. Vërtet? Dëgjoj, edhe xhepisti bëhet mik me presidentin, se janë bashkëvujtës. Dhe këta ishin miq? Miq, nuk mund të thojë, pa komunikonin me ato format e tjera. Ndjekin,
duhet të themi që Ramiz Alia u fut në burg në 92-shin. Po. Por Xhimi Hoxha u arrestua në 91-shin kur Ramiz Alia ishte president. Po. Ai Rita Marko dhe Sulja Gradeci, se po, dhe Rita Marko që është mbrapa Ramizit tani. Dhe Sulja Gradeci. Ta u arrestuan kur Ramiz Alia ishte presidenti i Republikës. Po. Dhe ata nuk e kanë harruar atë, nuk e kanë falur ndonjëherë. Si komunikonte Ramiz Alia? Foto tjetër? Vetëm një herë Rita Marko, më fal. Po ja, Rita Marko është mbrapa. I ka thonë kur ishim në bashk me Ramizin. Në Aerosi. Edhe ky po vinte nga kati tret, Ramiz Alia edhe në burg na ke me hile ata. Si e thaj, nga shtëpia si ke mirë, ke marrë një haber të fala, se i kalon dhe me busqeshje. Ose e bukur kjo, do thënë Rita Marko, fantari i byrës politike, po. I tha sekretarit parë, po. Ramiz Alia dhe në burg na ke me hile. Po pse i tha me hile? Çe në burg ishte? Pastaj edhe Simon Stefani në një takim, po, këto bënin arrest. Kurse unë në Ramizin e futa në një dhomë bashkë me dhëndrin dhe vajzën. Edhe më shikon gruaja e Simonit, po i thot, komandanti thot, dhe i cop plak tha ju mësillë, i Ramizit qa nuk i kini fut atjet. Kurse këti thot nuk i lini as gjë, tha, Simonit. I thash unë, lutem mos u merr me ata që theme, se unë nuk kam kompetenca që të bëj atë të bëj këtë, i thash. I thot, Simoni me atë karakteristikë të trashta, nuk ka faj komandant Besniku, tha. Lere tha atë, sepse? Tani në Aerosi konsideronin që të rinin bashkë? Jo. Asnjëherë. Jo. Ramizi ishte vetëm dhe vetëm. Se cili vetëm edhe këta? Jo, Simoni ishte veti 6. Kise Kurdistanas brenda, kise kinez në dhomë. Qa thua? Kise më një Macedonas, një turk. Në Qeli? Qeli. Qëllër, Simon Stefani? Simon Stefani. Qa thua? Kur i qova kinezin, më thamë Besnik, thamë edhe kinez, kisha mango dhëmë. O ti pëske qova këbërë, o ti? Thashun, po falë thashun, zoti Simoni thash, por ju me kinën e kini pas motrën e madhe, thash. Sa e bukur kjo. Nuk kam njohur gardian më të formuar dhe më të ditur se ty. Foto tjetër. Tani, kam kërkuar lirimin e Nanos dhe Ramiz Alis Ismail Kadare në gazetën Koha Jonë në 95. Sa ishte arrestuar? Po. Si ishe marrëdhënia e Ramiz Alis me Ismail Kadare? Ramizi e ka dashur shumë. Edhe unë kështu e di. E ka dashur shumë. Dhe dimrin e madh, po, personazhet historike, sepse ka qenë dhe përkthyesi i Enver Hoxhës në mbledhjen e 81 partive. Po, kjo është vërtet. Ramiz Alia ka qenë përkthyesi i Enver Hoxhës. Edhe te dimri i madh shumë gjëra ja ka dhënë Ramiz Alia. Ramiz Alia. Një, dyta. Brezninë e Hankanatëve. Po. Romanin e famshëm për angonët e Gjirokastrës. Po. Ja ka dhënë Enver Hoxha. Si e ka dhënë Enver Hoxha? Gjithë materi fablën, jo se ka librën për mbatu. Dhe generalin e ushtrisë Degur, kur e ka bërë një tregim të vogël Kadareja, po shumë kuptim këto. 25 vjeç ishte atëherë. E thret Dragos Iliqi, që u bë krush mëse. Dragos Iliqi dhe i thotë ke kapur një gjë të rrallë, prandaj do ta bësh roman. Domethënë ka patur një mbështetje të jashtëzakonshme. Edhe thotë që Kadareja mbetet i madh. Ta thoshte ty këtë, ëh? Po, po. Kadareja mbetet i madh, sepse e gjithë vepra e tij është një epik, por ama dhe partisë tonë i ka kënduar pafund. Domethënë, paktën 2 poemat. I ka kënduar, po çfarë bën Kadareja të vlisë veten? Plus edhe atë, jo, i ka kënduar, domethënë. Do të vlerëson dhe kjo është foto tjetër. Tani, ky është Ibishi, polici i prokurisë Tiranës. E mbanon? Po, po. Ibishi sot është një polici nderuar i qarkullimit rrugor dhe më i mendur, ai është turi mbrapa se. Këtu është prokuria e Tiranës. Të kujton që e thërristin her pas here? Po. Kur ka qenë arrest shtëpia. Arrest shtëpia. Po edhe mbas, jo, do të thënë ai momenti pa u arrestuar. Po. Se kjo është 96. Si duket janë seancat, jo, kjo është foto shoqëruese, po fotoja ti ke drejt. Foto është Armando Babanit pa u arrestuar. Po, ndërsa seancat vazhdonin. Është gazeta Koha Jonë. Po, foto tjetër. Tani, unë dhe shokët e mi dhe fotoja tjetër se janë të dy të lidhura, është një intervistë, është fjalë, dënoi për 50 vjet histori. Ktheu edhe një herë të lutem, domethënë Besnik, kjo është fjala e Ramiz Alis në gjyq. Po.
Ke qenë në gjyq? Jo, s'kam qenë, s'ishim lidhje. Ti ishe Se atje? po të shkoje, kishe konflikt interesi, pse ky vjen i interesohet në Nuk të lejo, ishe ndaluar. Bile se do të japin detaj në kjo se do kaloj, bësh i gjyq në gjykatën e lartë Po? për grupin e naftës, për drejtorin Petraj Gjaçka Po? dhe një Enrico Veizi, këto kanë qenë talentet e naftës. Po? Me qenë se unë kisha patur lidhje pune se kam qenë teknik Po? në naftë, gjeologji, dhe doja të futesha në gjykatën e lartë, nuk më lanë. Nuk më lanë se bësh gjyqi me drejt mbyllura. Dhe kështu që e kam fjalën që nuk na linin në këto, ishin shumë kontroll. Bëri buj ky fjalimi i Ramizelis? Po për kohën bëri buj, Po pra. po bëri buj, po në atë kohë njerëzit ishin shumë tallakatur, do të flasin më. Ishin paqartë. Po ishin paqartë, Kishte shumë interes. mjafton territoje gjeshin që ky i poshtër turma thoshte i poshtër. Ti tani flas. Si ishte opinioni në fakt? Pro apo kundër Ramizelit? Dgjoj. Unë që fëmijët e kam adhuruar që të flasim atë. Po do tjetër, ja, të lutem, më kaloj një foto mas kësaj dhe një foto tjetër mas kësaj? Ase kjo është vdekje. Po, po. Jo, do të pyes për këtë. Këto janë 3 vajzë. Më fal, është djali, Po, Arbeni, Zana, Zana, dhe Besa. Besa, Besa do të jetë Mbesa. Do të jetë Mbesa ajo. Po. Besa është kjo. Borana, do të jetë Borana. Nese. Pse e ke adhuruar që i vogël Ramizeli? Po sepse unë flas korum drejtësumit që 4-15 vjeç, më kupton ti, se flasim që 10 vjeç në gjithë na dukeshin të mëdhenj, na dukesh brigadieri i fshatit Goxha Burr, jo ke parasysh jo. Jo këto që ishin dhe puna ime në sektorin e naftës më njohi paraprakisht edhe byroist të tjerë. Me kë? Jo me Egorani Sajnë, me Pali Miskën, Besnik Bekteshin kur vinte që ishte edhe... Po dhe kalojmë te Ramizi, okay. Ramizi këtu, kam qenë në varrim e Ramizit, kam qenë edhe për ngushëllim. Vajte te varri. Tani, jo të pyes tën, tani 91-shin kur fitoi Partia e Punës në 31 mars. Kë votove ti, Ramizalin apo do të Partinë e Punës apo? Për të qenë koshient kam votuar Sali Berishën. Sali Berishën. Sali Berishën. Pastaj u bëre me Ramizalin pastaj. Pastaj u bën sepse brenda një viti gjysë u trondit shumë shoqëria jonë. Ke parasysh se pam që çfarë prisim ku dolëm, ishin shumë gjëra. I shkove në varrim Ramizalin. Shkova në varrim, i kam shkuar edhe në shtëpi. I shkove në shtëpi. Do të pyes për shtëpi. Po i shkove në varrim. Po si shkova, hodha dorë dhe ma burrë. Hodha dhe, ha? Po i hodha dhe sërmuam duart. Gardian. Gardian, 2 vjet i Ramizelis dhe vajte varrimi hodhe i dhe. Jo 2 vjet, 9 muaj kam ne, se të kishe ne 2 vjet do kishe zgjedh perla pa fund. Po ja edhe me 9 muaj. Jo, po edhe me 9 ditë nxjerrë. Tani, kjo ishte një ceremoni shtetërore. Po, u bëri Shqupi. Dhe ja bëri Sali Berisha kryeminist. Po. E vlerëson këtë? Po. Ja bëri presidentit ai. Po. Tani do ta themi këtë gjë. Sepse është me radhë kjo punë. Ti do thuash si me radhë, kur ti vi radha. Më kjo është me radhë, do thotë do të lej pak shteg vetës. Po kush e futi në burg Ramizalin, si thoshte? Dëgjoj, në përmbysjet e mëdha ka kosto. Por ai më ka thënë ndonjë shprehje, beso sa herë ka ardhur djatha në pushtet, un kam qenë në burg 3 herë. Po pse? Po në 42-shin ishte në burg. E kapën me bomba, me fishek, e futën në burg. Ramizalin. Sa vjeç ishte atëherë i vogël? 20 vjeç. Ai 17 vjeç. Jo. Po 42, 25, 17 vjeç i bie. 17 vjeç. 20 vjeç po. Ma sa ndërhyrje e nxori. Do të djatha ishte në pushtet. E djatha ishte, mas 50 vjetësh. Po. Në burg prap përplasin me mulletet. Tanushi Mulleti, nipi i Qazim Mulletit? Çuni vllajt, bë drejtor. Drejtori kujt? Burgu 313. Si ishte Tanushi? Po. Qa thua më? Do dhe nipi i Qazim Mulletit? Mas 50 vjetësh përplasje prap me mulletet. Ua. Edhe tash çfarë qëndrimi majti? Siç e kishte Ramizi, nga natyra ati ishte liberal thaj. Edhe nuk mundi nuk i kërkova ndërta, nuk më bëri tha. Po, pastaj doli problemi që i kishte marr Napoleon Bonaparte librin. Tanush Mulleti ja kishte marr? Ja kishte marr nga dhoma kur ja kishte gjetur. Dhe ja mori kështu domethënë që s'lejohet. Po ja mori dhe s'lejohet, në faktikisht duhet të shkonte tek dhoma sende ndaluara që kapshin gjithë. Po, dhe ja mori drejtori vetë dhe mori për vete. Kërkova, unë nuk e gjeta. E mori për vete. Ja pas ka vjedhur. Do ja pas ka vjedhur thotë. Edhe kërkova nuk e gjeta. Libri nuk quhet vjedhje. Vjedhje kulture. Nuk quhet vjedhje. Vjedhje kulture. Ja pas ka marrë. Tani foto tjetër. Këtu kush ishte varrim nga personalitetet? Ka qenë Fatosnano? Ilir Meta. Ilir Meta. Më duket që Moha Aslani.
Nga byroistët Ngu Aslani vetëm, ë? Po. Se vetëm ai jeton dhe ndoshta. Po, edhe ai tani që vdik 1 muaj ka. Po. Po nga zyrtarët e njohur të asaj kohe të nomenklaturës? Jo, nuk vura veshin, se s'ken shumë. Foto tjetër. Këtu është me Semiramizën. Tani, bashkëtorët e tij vdiq e re, 46 vjeç, mos gaboj. Çfarë thoshte Ramiz Alia për bashkë? Ja, a mund të them një thënie që më ka thënë Adriatik Kallulli gjatë xhirës mbrëmjes, ishte viti 86. Unë kisha shumë mik Adriatikën. Dhe i thashun si duket, nëse në 86 ka vdekur, si duket tani Ramizi me humbjen e bashkëshortes ta. Pa gruan. Tha, ai mori një Shqipëri të rënuar që la i plaku Joni Egër, tha. Që la i plaku Joni Egër. Që se kishte thënë. Një shtëpi edhe u desh edhe ikja gruas, tha, ti s'mund ta imagjinosh sa se je beqar, më tha mua. Se kur është gruaja shtëpia plot. Mirë po, edhe rrethanat, si janë njohur, si janë Semiramis. Por i gjë që më vajza e Gjuvani. Po, sa vdik, tha Beso, nga të njëjtës mundi që vdik babai para si binde 50 vjetësh, diçka atilla 40-50 vjetësh. Babai kujt? Ramizit nga stomak. Babai Ramizit kishte vdekur. Po nga ka vdekur i ri. Sa kisha në Tiranë, shumë pak vite. 18 vjeç kishte Ramizi qishte. Po pra, do të thonë sa kisha në Tiranë. Mes katë rrugës sa mos kishte vllajin punë. Tani të bëjmë pyetje kështu çis, do të thonë ato proceset, sepse ka një teori që nëse Semiramisi, se dhe emri i bukur, ëh, Semiramisi emër mbretëresh. Semiramida. Po Semiramida e Babilonis. Po Semiramisi. Kopset e varura. Qofse do profesoresh në Fakultetin e Shkencave. Po, më duket kimi ka dhënë. Kimi dhe ikte në këmbë nga bloku të shkencave dhe vinte në këmbë pa makinë. Po. Pa e kuptoj, kjo duhet. Ishte bija profesorit të madh. Gjuvani. Tani, ka një teori që nëse Semiramisi do ishte gjallë në proceset ku u rrëzua komunizmi, Ramizi do merrte vendime më të dura. Çfarë e thoshte gjë e shpreh? Jo. Ai nga njëra anë më tha të këtë, ndoshta më tha, ajo nuk do të duronte burgimin tim. Më tha Beso. Po mirë, kjo është normale. Jo, nuk do të duronte sepse ajo kishte kaluar jetë shumë të paqshme me gjithë ato. Min baba, do më thënë si thash, profesor, nënkryetar Kuvendit Popullor. Foto tjetër? Ja, këtu me Ramiz Alia me Semiramisin edhe Enver Hoxha me Nexhmian. Ku do janë këto don? Dajt? Jo. Po në këto shtëpitë e pushimit të Enverit, nga shelgjet aty duke si drilon. Po, Drilon. Drilon, në Pogradec. Tani, çfarë thoshte Ramiz Alia për Enverin? Jo, në çdo gjithë bisedat që ti bëre, a tha ndonjë gjë që ja vlen ta themi sot? Po. Në çdo ka përcjell muhabeti, do na dilte patjetër Enveri. Sigurisht. Po na del ne këtu me Enveri, jo se dilte Ramiz Alia. Kur doli për luftën e klasave, që i thashun dhe jo, ju gabohet shumë rënd me luftën e klasave. Edhe thash, duhet bësh një libër. Si lindi lufta e klasave dhe u zhvillua me ta. Kujt ja vlen ta tani, kush e ta. Po i thashun me të gjithë palët mund të mlidhen dhe të shkruajnë aty dhe historia, pastaj nxjerr ato i shoshit. Po? A nuk ja vlen ta. Po desha të themi gjë, tha, që në 45-ën Enver Hoxha hodhi parullën që bit e kriminalëve nuk duhet marrin pjesë në krimet e s'majnë përgjegjësi për krimet e baballarëve e tyre. Nuk do dënohen, nuk do përdiqen. Jo, nuk majnë përgjegjësi. Nuk majnë përgjegjësi, po, më qartë. Mish ndodhi, tha unë, meqense se ishte me rinin, i kishim ne për organizata rinie. Dhe mas vitit 47, 48, kur ne po prisheshim dhe u prishëm me Jugosllavin, ato strehonin kriminal në shtëpia. Dignin stalla shtetërore, që ishin dyqane, vrisin mas shpine, edhe ne u fëmijët e tyre. Fëmijët e tyre sepse bashkëpunim, se kishte nga ato që ndodhin. Edhe kjo ishte distanca që patëm me. A justifikohesh kjo? Kjo nuk justifikohesh, por ata e pranoi edhe vete që i gabimi tani për Enverin çfarë thoshet? Enverin dëgjoj, kam pyetur shumë thellë sepse krijuan konfidenca. Po. Nga lufta Enverit unë nuk e heq asnjë presje. Tha ai Ramizi. Po ç'mori Enveri në luftë? Por masta populli ynë ka një fjalë të urtë. Trimi i mirë me shok shumë. Ç'do të thotë? Do të thotë di. Ishte vetëm. Të vetëm pra. Po Ramizi ç'a bëri që ai ishte i shpëtoi Ramizi kështu? Tani ishte.
aftësi e madhe ishte, domethënë atë shkuptove ti. Po i thash, psikologjisë në një. Po pra, pse shkuptove? Pse shkuptove ti? Jo besi këtë. Unë mas pune kam qenë tepër korrekt. Merrje fëmijët dhe shkoja lozja tenist. Po. Nuk shkoja në përdavete për gjuhëti. Kemi dëgjuar që shkonte për gjuhëti Gramizi kur. Për shembull, siç ikte me Mehmeti. Ka Dhe nuk bënin jetë pas pune. Ky nuk bënte jetë pas pune. Dhe kjo e ka shpëtuar? Po, një nga këto arsyet, pastaj po të më shtrydhësh mua, tha, kishe pa një pagur në dorë. Të më shtrydhësh mua, unë nuk nxjerr tha gjak dhe vrerë, tha të prishur ta. Unë nxjerr vetëm germa. Tharatizi këtë, Ma nga kështu, sinqerisht tani. Megjithatë pyetja më e rëndësishme është se si shpëtove Ora Mizalia. Ja the, Ja thash. Ora Mizalia si ke shpëtuar? Vetëm një gjë. Se në vrau gjithë. Gjysë 20 minuta ngelëm pa folur se i bëra pyetje të rëndë. Cila ishte pyetja? Pyetja e rëndë ishte sepse unë isha koshient vitet 75, isha në vit parë shkollë mesme. Kur u arrestuan të gjithë ajo e grupeve. Naftës, ekonomia. Komplet ekonomia, çdo gjë që ishte ushtrie të gjitha ato. Edhe pyetja që i çik me spec, edhe po lëviznim në ato korridorin. I thash ato ngjarjet e rënda të vitit 75. Mos ishte pastrimi i rrugës për të artin majtë pushtetit, beso po më provokon ta. Të lutem mos më provoko thaj. Ta ke vëdha dorën qafun edhe e putha këtu te koka. E putha? Po putha të çim zëvë. Gardiani puth të burgosurin. Kjo është perë fare. Dëgjoj tash, nuk ta thash me atë kuptimi, tash më bëni dhe atë. Tash ti tash pse qysh tek tash. Po ajo ishte ta dolëm aty, ato ishin bashkë këtu, bashkë atje, bashkë dhe fillon ajo. Ti parasysh? E brendshmja. Foto tjetër. Shtëpia. Kjo shtëpia lart. Kërinë Ramizi. Po, kati 3. Jo në blok. Po, gjithë ata që ndjekin. Jo shtëpia blok, shtëpia vajzës? Shtëpia Besës. E Besës. Kati 3. Kati 3. E kam intervistuar, aty e kam intervistuar. Po. Ti shkoj shpesh? Shkoja shpesh, kur vajta Masburgut. Do të Masburgut, kur e takove për të parë? Masburgut jo, kam shkuar për ta marrë te shtëpia, se kujtoja se kisha ardhur, se kaloi burgu revolt sa dëgjova televizionin dhe mora automatik. Do të për gjithë ata që po na ndjekin, në 97-ën u hapën burgjet. Po. Dhe si u liruara Mizalia? Në 12 pa shku te shtëpia takoj zanën ke drejtoria brendshme kalonte. Gocën thashun kam marrë për ta marrë babin ta. Po babi tha unë nuk di s'kemi marrë haber se burgu është në revolti tash. Tash momenti që do të vi babi thash unë do ta marr te shtëpia. Te shtëpia jote? Te shtëpia ime më po kisha konfidencë vëlla tani, po flas, nuk kisha ndonjë gjë. I tha ai të dalish nosh ta ai, po pastaj merrem tha. Kështu më tha kështu. Dhe çfarë bëre ti? Nesmen mora veshën kjo është shkova e gjej në shtëpiete Ramizin. Jo, një sekondë. Si iku Ramizi nga burgu? Ramizi shkurtimisht. Ai ishte gjë që pak a shumë mua nuk më bënte përshtypje, por nuk do të lëndoja ato skenat, se ka qenë llatashme, sepse to i futën me i birut, se dikush tentoi të gjunte në njërin e. Tentoi, ë? Tentoi se kjo ishte me Fatosin, po nuk e dim para dhe. Fatosi ishte aty? Bashkë me te. Në qeli? Qeli. Po kush i vuri bashkë? Po i morën këto përgjegjësat e tjerë. Po, dhe i futën në një qeli. I futën në një qeli dhe që paktën të rushin se kishin edhe përgjegjësi politike. Dhe të dënuar të tjerë fillon. Pastaj në orën darkë më duket diçka e tillë, shkon i sjell drejtori i burgut me ambulancë, i fut në një ambulancë e shoqërojnë këto dhe. Jo, përpara se të shkojë te ambulanca, kush tentoi ta qellonte Ramizalin? Burgu ishte rrëmuj, në burg e bën revolt, edhe për të mbrojtur këto, për të mos i qelluar njeriu bashkuan bashkë edhe dikush i fortë nga këto horrat e fortë që ka qenë. Shkoi aty për të qelluar, po pse? Po pse? Po tani pse? Po pse dojnë Shqipërinë? Qelloi Ramizin? Jo, nuk e qelloj. Nuk e qelloj. Asnjë nuk e qelloj. Po pati tentiva që i shani, më kupton ti? Plus atë presioni që kishte, të shaj edhe i tjetrin në atë moshë aty, ishte mëshme, nuk është aq e kollaj. Edhe kur aty gjej shoqëruesin e parë të tij, Sinan Hoxha, quhet i Tiranës. I ndeti besnik, ë? E gjej aty para me. Po mirë, u hapën burgat dhe ikën ata. Kaq. Po i solli drejtorit. I liroi drejtori, I mori drejtori sepse këto ne nuk pranojmë se nuk jemi të burgosur ordiner. Ne duhet na nxirrni ju, na çoni që nesër dilni dishmetar. Dhe këtë i liroi do të administrata. I mori aty se s'kishte po, se ishte burgu po ngelen këto. Po hapën gjithë ngelen këto. Dhe ne nuk ikim. Ne nuk ikim. Se nuk jemi frikacak, që ikën ato, se kjo hap burgu. Do të gjithë ikën, këta nuk ikën. Sepse edhe kur ndodhi vrasja, kur ndodhi Aratisja, vrasja, që i thashun te rasti thash
Pse sa aty se besnik ta. Jam i burgosur politik, me si gjatë det ma kishin shtruar deri te 15 kaçi nuk ikja. Do të thënë kur ikën ata 20, po, ti i the që pse nuk ikën ti? Pse nuk ikën? Ai tha unë nuk ikë tha, Ramiz Ali. Mund të ikte Ramiz Ali apo jam ordiner? Jo, nuk mund të ikte. Po ti sa hap na aty mund të thonë, po nuk ikte ai. Nuk ikte. Nuk ikte. Me si gjatë det më shtroi. Ma shtrojnë ta deri te 15 kaçi tha, unë nuk shkoj. Do të thënë këta i liroi administrata dhe u kthyen më pastaj. Kishte përgjegjësi, siç duket. U kthyen më pastaj? Jo, pa pastaj ikën ato, se derisa fituan përfaqësinë, nuk shumë nada. Vendimi doli shumë. Po, s'kishte më shtet atë, s'po mlidhin dot kriminalët që vrisin nga 10 sop. Dhe ti vajte në shtëpi, vajte këtu? Po, jo këtu, ka ne te shtëpia Zanës. Ku? Ke drejtoria e Tiranës. Po. Atë pallati aty që ka qenë aviatorëve italian. Po. Dhe aty gjej Sinanin, edhe thashun bodyguardin thashun, kështu tha. Shoku Ramizi tha, unë të ikësh dhe të besniku, tha, se si duket do kishte propozuar dhe ai. I kishte thënë që ikte gardianit? Si dhe ai. Po si do e merrni ti Ramiz Ali në shtëpinë? Po merrem në shtëpi, se kisha në shtëpi. Erdhi? Jo, ta beso se kanë me mua, ta. Po me kë kanë ta, kanë në Salium ta. Se rrate se kanë me mua. Ti vajte për ta ruajtur domethënë. Jo, vajta për ta ruajtur për ta marrë, se të shtëpia nuk të rrije se unë isha në marrëdhënie punë me shtëpi. Përgatitë shtëpinë për ta marrë. Po ku do e vije ti në shtëpi? Si? Sa dhomë kuzhinë kishe ti? I dhomë kuzhinë kishe. Po ku do vjen ti i dhomë kuzhinë? S'ka, nuk ka gjë. Ai ishte në luftë, ai ka nejt ka pinë gjurmë kalit më vllai, ka nejt në haure, ka fjetë gjithë. Edhe jo për i dhomë kuzhinë. Sa fëmijë ke ti? 2 vajza. 2 vajza, i kishe në shtëpi dhe do merr edhe Ramiz Ali. Po, ato ishin të vogla burr, do flinin dhe poshtë divanit. Wow. Tani, pastaj Ramizi vendos tu. Po. Kur shkoi ditën e parë që iku fakt humbi. Për gjithë ata që nuk e din, kjo është gjithë me stadiumin Selman Selmas. Te Ujvara do, e famshme. Kur u kthy pas, nuk e di mas sa muajsh që u vendos deri diku rendi se që çorap. Kur fitoi Partia Socialiste pastaj? Jo, ishte qeveria pajtimit e Bashkim Fino. Jo, kur fitoi Partia Socialiste, iku se që rëmujnë atë kohë. Po, në qershor, në shtator, në korrik dha Doriqen Berisha dhe në shtator Fatosanu bë kryeminist. Më hap derën unë, nëse u përqafum, më tha mori xhezën për të bërë kafe. Edhe unë u ngritam kam. Vetë kafe? Po, kafen. Po beso si e pi kafen, ti dhe më ktheu kokën më kështu. Ta ku qova, për te do bësh kafe? Po, më tha moj, pëse që kam, të pim bashkë. Thashun, ta marrë xhezën, dhe ishte dhoma këtu duke ta hetë në stadiumit i thashun. Pse dhe moj, pak raki, tha dhe mua beti, thash, nuk duhet më shërbesh mua ati, thash. Nuk duhet më shërbesh, jo se se ashtu, se kafe në pime. S'kishe njëri në shpi? S'kishte aty, se i rinde në shpi të gocës, se kishte qetësim, pastaj vinte, ishte guzhinjerja vetë. Po pas e një grua më më në një grua dobda, ajo e mirë, e urtë. E urtë punëtore, gjithë kohën punon. Edhe thashtë e mu të keqen, thashtë si do pish kafe, më thashtë e mu se kej. Okej, foto tjetër? Kjo është foto historike, e ma. Mehmet Sheu. Të gjithë mu, të gjithë. Spiro Koleka, Vito Kapo, Mehmet Sheu, Nexhmia Hoxha, Justi Kapo, Adil Çaçani, Ramiz Alia, Rita Marko, I batu tani këtu për Mehmet Sheu, tash Ramizit, kur e ke taku për herë të parë Mehmet Sheu? Po? E kam takuar në birucat e kuesturës, kur isha në Burg, më thama. Po si e takova, ishi në i biruc bashkë? Jo, tha, Mehmeti kishte lënë emrin e vetë poshtë, si që krujnë ta në përmuret gjithë kush hynë në Burg, edhe Mehmet Sheu kishte dhënë ndaj emrin poshtë, Mehmet Sheu, po, edhe fund fare në frëngjisht, emri Budallajt gjendet kudo. Por Mehmeti gaboi, më tha. Ai duke shkruar dhe emrin e vet ishte mes asaj turme. Po Mehmeti kishte shkruar edhe emrin Budallajt shkruar kudo? Ata Ramizi ata në frëngjisht, ke parasysh unë se kapa atë moment. Edhe tha, shkruaj masi kishte shkruar dhe emrin e vet në fund 10-15 emrat. Po. Edhe kishte shkruar emri Budallajt në frëngjisht gjendet kudo. Beqir Balluku tani një pyetje kam unë. Tani me atë që ti sa e njohën në Burg nuk njët njeriu i jashtë. Tani, si ka mundësi që në veri i vrau gjithë këta këtu? Të gjithë. Kadri Azbiu, Beqir Balluku, Mehmet Sheu, gjithë i ka vrau. Ai Koçothëllozi ai atje, mos gaboj, a? Duke kam e dendator. Ai atje duhet të jetë Koçothëllozi, Petri Dume atje, Fiqer Sheu i vrau gjithë. Ramiz Alia si shpëtoi? Po shpëtoi ndoshta ai ka qenë më korrekt në për të gjitha, nuk ka bërë ndere. Do me thënë edhe i vllai që kishin Shkodër, 4 fëmijë që kishte vllai i Ramizit, ai që tha e ka marrë për të jetë aty gruan, ke parasysh? Vetëm një për babën. Për babën, po. Dhe, më fal,
4 fëmijë vetëm i kishte marrë shkollën e lartë, ai kishte marrë bujësoren. Edhe kur Do nuk bënte ndere. nuk bënte ndere, edhe si përfundim ato e paguan një lloj si fëmijët e mi, u hoqën nga puna. Po çfarë foto ti? Mehmeti i ka shkruar krahun Enverit, Po. Enveri ka shkruar krahun Fiqeretës. të dy i vrau. Po. Ë? I them Fatosit unë, kjo dhomë ka dhënë shpirt Fiqeretja. Mos më tha Fatosi mu, nxirr nga Birusa. Fatos Nano. Tali një sekond. Aty gjatë sa kohë ka qenë Fatostan. Jo, Fatosi ka ardhur 2 javë për çështjen e Levante kompani dhe më duket Arsidi. Edhe atë Arsidit. Dhe në 2 javë aty. Ka ne 2 javë për të dëshmuar, pastaj hypi prapë makinës dhe ti ishe dhe gjatë kohës ishe Fatosi. Po, ishte Fatosi, Po me Fatosin si shko? Po Fatosin mirë, mëse pak që je Fatosi. I thash për të shkel ato rregullat e shërbimit, pyeti tha si mbahet Ramizi mbahet mirë. Ke dëshirë të takosh? Jo, më tha. Au takuan ndonjëherë Fatosin? Jo, më tha, dhe s'u takon. Tani, te ajo dhomë ka vdekur Fiqereta Shehu? Po, ishe ti aty? Unë nuk kam qenë, se Fiqeretja, kështu siç më thonë, 88-ën kam vdekur, 88-ën. Por i thash Fatosi u të merrua, thash kjo dhomë ka dhënë shpirt. Aty vdiq Fiqereta. Po kështu siç më thonë gardianët e vjetër. Po dhe Fatosi nuk u takua asnjëherë me Ramiz, po pse? Po, siç duket, qef mbetje dhe... Që qef mbetje, Fatosi që produkti Ramizit, Po, patjetër ne dim të gjithë edhe se ne jemi të freskët për atë punë, por nuk ishin janë momente që njeriu kërkonte atë vetmin, domethënë nuk do të takoj njerëz të tjerë. Siç ishte... Çfarë thoshte Ramiz Alia për Sali Berishën? Saliun ta për herë para kam njohur kur ishte një kapo, kur ushtrohesh në kapo në Paris në 78-ën. 78-79 se shkonte her pas here. Dhe shikoj që ishte mjek energjike, ishte kështu. Pastaj kur ndodhi takimi në 90-ën me intelektualet e Shqipërisë, po, dhe ngritëm problemin se Shqipëria ishte në udhkryq, se kishte ndodhur ngjarja e rëndë ambasadave. Po, kishin ikur disa mira, 5.000. 5.000. Po. Edhe morën pyeta Kadaren. Tha, Kadare, a jemi gati ne për pluralizëm? Unë nuk marrë vesh nga këto punë, kështë Kadare. A merë vesh ti këtu, tha? S'merë asnjeri nga këto tjere, tha. Nese, ishë prononcimi joti, tha. Po disa li, unë jam dakord për pluralizëm mendimesh, sepse opinioni dhe populli ynë nuk është përgatitur. Ka thënë Sali Berisha. Sali Berisha. Po? I nipi i Enverit Omari, po? Dhe një Leshi, Ismail Leshi, kërkuan pluralizëm. Do thënë, djali i bari Omari, Luan Omari. Po. Luan Omari, që është 100 vjeç sot. Po, ai kërkoi. Do thënë nipi Enver Hoxhës, djali Montrës. Po, djali Montrës, kërkoi armiku, si mund ta quhet. Po, dhe babai armik, po Montra ishte Faria ishte nese. Dhe ai kërkoi pluralizëm bashkë me Ismail Leshin. Me Ismail Leshin. Ta dy. Wow. Pastaj gjërat u rregullisën deri aty ku erdhën. Kur që momenti që u ngritën studentët, i them Xhelil Jonit, kemi në një, tha se janë malsor, tha. Kemi Saliun, tha. Në kështë i trullosëm. Ku Salim, tha se kemë parë. Sali Berisha kështë, po, tha, ne nisëm. Do dhe ti po thuaj që Ramiz Alia ka thënë që e nisa unë Sali Berishën të studentët? Po, me pëlqimin e Xhelil Jonit. Të thoshtë Ramizit ty? Po. Dhe shkoj, ato si duket nuk e pranuan, e erdi, tha që Ramiz, tha ishin ca gomer, tha që unë nuk mërsha vesh. Kështu më ka thënë. Qa ishin? Gomer, tha që unë nuk mërsha vesh. Ka thënë Saliu për studentët? Po. Kjo do të verifikuar, se do t'jemi korrekt. Këtu s'kemi as Ramizit, as Saliu. A i këtë më ka thënë, në më thënë që ishin ca gomer, tha që nuk mërsha vesh. Do që mund të këtë në fjalë tjetër, pa i kështë. Po Ramizi ta tha... Po ma thash tjetër, Nuk besoj që ka thënë kështu, po gjithsesi, kjo është fjala që ka thënë Ramizi. Po e marrin duke thënë. Pastaj kur erdhi dhe ai e futi në burg. Po jo, kur ra në burg, jo hyri Fatosi, hyri këtu, tha një shprehje gjysmë banale. Ta të mund ta heqësh, po ta them. Jo, thua. Mi tha më, derisa është fjalori shqipes, se kisha profesorin e Artusit në fjalori shqipes. Ajo thuhet, pastaj është tjetër gjë se si gjykojnë. Edhe më tha më beso, tha. Në ato vitet e para Saliu që kështu deri në 94 në ke parë shqepte. E tha, ore, di që Maloku ka bëth, më tha.
Se thash, ata na I ka vënë gjithë përpara, mos ta burrë. Ç'është kjo kështu, më thamë. Se jo fatosin burke, jo biroja politike, jo ta kapta pruri Arben ai deputetin Arben Ligën në burke gjithë. Ishte në dy, domethënë që nuk të fal, domethënë që kështu, domethënë u tregua burrëror. Domethënë në shprehje domethënë. Foto tjetër. Këtu është Ramizalia, Teuta, Mbesa, goca po Teuta erdhi ndonjëherë? E takoi? Jo. Sa kishte respekt dhe ka vajtë dhe varri. Po mirë. Jo, po ka pas. Jo, po dhe Iliri ishte. Edhe Iliri ishte, po bravo, edhe Iliri ka qenë. Do të burrë grua ka qenë. Kjo ishte zonjë grua, domethënë ato. Edhe fakti ishte rritur në blok, e kishte marrë. Po jo, ky ishte Mbesa Ramizalis, dhe nuse djalit e Enverozës. Kjo shpinë kishte ke stadiumi Dinamo, babs vet, babait. Ty Teuta. Po, kurse Ramizia ka trajtuar si fëmijët e vet. Jo, po thosha këtë që Teuta, kjo që ishte nën drejtoreshe e Muzeut Kombëtar. Drejtoreshe apo nën drejtoreshe? Nën drejtoreshe e Muzeut Kombëtar, ishte dhe studiuse historiane. Mbesa e Ramizalis, pra vajza e vllajt, dhe nusja e djalit e Enverozës. Po. Foto tjetër. Edhe Zamira Kolesi aty. Tani, këtë më shpjegoj më ti, se kjo është një foto te Kim Malindi, sekretari I parë I Skraparit. Po. Që kishte mik shumë Ramizalin, ai duhet të jetë mos gaboj Gatareja këtu. Jo, Ismail Gatare, po ky duhet të jetë Spiro Kolega? Jam gabim? Jo. Nuk është Spiro Kolega? Nuk e, se unë se dalloj mirë, nuk e dalloj. S'ma hamendë ti. Ti je më I vjetër se mua, valla. Po jo, por nëse më mend foton Spiro Kolegën kështu. Po mirë, ata mund të jenë kështu se duket si verë duket aty. Dhe është një foto shumë e bukur. Po. Rrezik mund të jenë aty në ato malet e Skraparit kur ka qenë ajo kongresi I rinis Helms. Ndoshta ajo. Okej, foto tjetër se nuk paske Liras apo Helms ku ishte bërë? Lirs. Po pra, Lirs. Tani, Nexhmia, çfarë thoshe për Nexhmia? Pati rezerva që mas rënies shtatorësh, pati shumë rezerva dhe të dy ishin të ftorë. Po si e ai e shpjegonte kur ra shtatoria patën një problem madhor, që ato lanë shpinë dhe donin të vinin te Ramizi në shtëpi, gjithë siç ishin, me fëmijë, me nipër, me mbesa. Shpinë e vilën. E vilën lanë donin të shkonin sepse te shtëpia e Ramizit. Po Ramizi ku e kishte shpinën domosdoshmë? Aty në blok e kishte. Po pra, I tha dëgjoj, po nëse unë shkoj mbyllëm në dajt, I tha. Edhe ju le këtu atëherë keni drejt. Shkoni ktheu në shtëpi se jeni në masë të siguruar. Edhe u kthyem ta në shtëpi. Mirë, edhe kjo, Nexhmia në intervistë më ka thënë që ikim, nëse njerëzit duan të vinë këtu, nuk dua unë të derdhet të gjak për figurën e në shtëpinë e Enverozës. Ikim. Kështu që a pati tentativa të ndonjë familjarit të Nexhmias të afërmi për ta takuar ose Nexhmia vetë, edhe ajo ishte në burg. A konciduan ndonjëherë që të ishin të takojshin? Unë nuk e kam gjetur Nexhmian, se Nexhmia shkoi ke 325, atje kam takuar Nexhmian. Atje kam takuar kur bëja shërbim oficeroja, ndihmës oficeroja. Kisha drejtë e kontrollit që futësha edhe ke gratë. Dhe ishe edhe te Nexhmia? Po, e kam takuar 2 herë. Bilës dhe një herë I bëra një vretje. Çfarë vretje? Vinë në takim, mas shumë kohësh, vjen Valbona me Lilian. Mbesa. Edhe nusja djalë dhe Sokoli. Po. Edhe futën. Kjo si gjyshe u hot në qaf Valbonës. Unë rria se 2 metra larg. Edhe putë shkite gjithë atë edhe nuk po jepte dorën Lilianës. I thashun dëgjoj, e di që Mbesa është mjalti, I thash, po duhet respektohet dhe kjo tjetra. Ktheu kokën kështu, si kishte. Nuk ja dha dorën nusës djalit? Ja dha, pastaj takoi edhe Sokolin, po u çmall siç duket kishte kopa ardhur vajza. Nuk diku ku ishte. Bravo. Ti the që takoi nusën e djalit. Takoi nusën parë sepse kjo e di që Mbesa është mjaltit. Po nusja e djalit është djalit. Nusja e djalit është djalit dhe respektohet në. Se donte fare ajo. Se donte tani e dim atë. Foto tjetër. Po Nexhmia si kalon në burg? Nexhmia kishte një tepelense që I bënte kafet, I gatunte, I hekuroste. Gardiane? Jo gardiane, jo. Po çfarë? Nga këto të burgosurat më. Të burgosurat? Sepse I shërbenta se? I shërbenta kësaj. Do I burgosur ishte plusiçme, I jepte lekë? Po jo, shërbenta, ka të dashë mirë sepse po të shikosh në burg, ka shumë gjëra burgu të fshehta. Të gjithë kapot e fortë mbajnë një të dobët që zakonisht ato e quajnë me historia. I quajnë legendat. Edhe kur do të për shembull që legendë që është rraqe mund ta një fort I grupit tjetër mund ta gjujë me shpull.
Po ta gjuhet edhe me shpull ka gjujtur mua, domethënë që jam kapo e bandës. Edhe dikush i fut nipit e një kryeministri thikën këtu, tha pse futesh shkumën e gjithë? I tha po më shau legenin, tha më, ai më marr me bukë. Kush ishte kryeministri? Në atë kohë ishte Meksi. Ishte çuni modra, sa nuk e di se ç'kishin i lidhje, por nipi tha u bë, ne ishim në mbështetjet. Ti hodhe një lopat dhe Po, presidentit. po, Dhe ke qenë aty. po. Varrimi ishte dinjitos. Po, shumë me Në Tufin apo në jo, Sharr? në Sharr, në të majtë sa futesh mund fillim te Selvit. Ato Selvitet. Ja, duket. Aty ishin edhe vëllezërit e Nexhmijes. Vllai në motra që ishin këto, plus edhe ç'kishte edhe bashkëshortja. Më pas ke shkuar në herë te varri ke vënë në Tufin lule? Jo, nuk kam qenë. S'kam pse të gënjem tani. Jo, pse të gënjesh. Foto tjetër. Ja, Iliri me Teutën. Teutën. Erdhën, ata dy erdhën nga familja. Tani, Teuta erdhi 2 herë, edhe si Nuse djalja edhe si xhaxha. Po Iliri? Po Iliri si xhaxha, sepse ka patur edhe i marrëdhënie në Iliri, kohë. po Iliri erdhi jo thjesht si burri Teut se kam fjalë. Jo, e respektuan. Kë duhet thënë. Foto tjetër? Tani, masi doli nga burgu, ka bërë një jetë që takonte shumë njerëz, intervista jepte. Këtu është në Durrës te Hoteli Adriatik, ka qenë është një personazh, ai pronari ka ndruar jetë tashmë, besoj Iliri i famshëm i Hoteli Adriatik, nuk e di ai njeh, dhe Ramiz Ali aty. Po Ramizën po shikoj se. Do këta janë njerëz të shpenguar, dashamirës të tij. Ai ka qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka qenë në Greqi, bëri një operacion, mos gaboj. Mas viteve... Greqi ishte i mik, ish ministër dhe kryetar bashkia u bë ai dhe ai ishte manitur kur ma ka thënë Ramizi, po ma thënë në formë modeste që unë kishe mësuar që kur erdhi dhe takoi për herë të parë nga kultura, nga prezenca e Ramizit ishte manitur. Ishte njëri me kulturë, sipas. Po, ishte studiuar në Rusi, kishte qenë gjithë jetën në majat e kishte takuar 3 herë Khrushchevin, 4 herë Mao Tse-dunin. 3 herë Khrushchevin? 3 herë Khrushchevin. E kanë nxjerrë gati me forcë nga sala. E s'thënë kësë është thënë. Tani, si ishte kjo, nëse të ka thënë, se varë nga biseda që ai kishte qenë në klasë apo jo me Gorbaçovin? Në fakt unë e bëra pyetjen ato 2-3 ditë e para, jo ditën e parë. Po. Edhe i thash është e vërtetë, i thash sepse ka zërat në ndeshëm, thash legjenda urbane siç e kemi në shqiptarët, që i vëm nga i bishpas. Po. Ti ke qenë në shkollë thash unë me njeriu me shenjë. Me shenjë këtu në ballë. Që do vi dita që të sondoj botën. I tha, dëgjoj tha, unë nuk e kam njohur tha, po ai ka qenë diku në fillesat e veta në universiteta, unë isha në fund, se unë kam qenë dhe i math në moshë ta, kur vajta... Po. Me studimin mos. Nuk ka pas, nuk ishte. Se i thoshin Gorbaçovi i Shqipërisë. Ati Ramiz Ali si thanë Gorbaçovi i Shqipërisë. Në fakt edhe thoshin që e ka pasur në klasë, po e ka mësuar ai. Po i thonë edhe Tana Karidi, e man mend? Po këtë ja theti në njëri këtë? Po. Ja the, ha? Dëgjoj. Tana Karidi, e di pse e thash? Se një polic nga Skarpari kishte komandant skuadre. Edhe i vjen, po shumë i shkatët. Ai bën shërbim te kryqëzimi i 1 dhjetorit, një dobët. Edhe po bëja muhabet, ky vjen me një shok tjetër, tha, ne kemi ardha do rrim pak ta se s'kemi ngetha, sepse çeta jon ka nevojë për 1-2 pare droge, futi ca banalitete mas. Po ikën ke lejo, tha, do japim një koncert për para udhëheqjes. Aty? Aty morë aty në Biruc. Po Biruc, ç'a thua? Edhe morën këngën në komisar Katanit. E kënduan aty? Me zë të lartë. Polici. Këndoni bukur të dy, Ç'a thua? Marrut strofën e parë thashun ikni tani se. Ke parasysh burgu kishte edhe këto hilaritetet, të qyfyret e gallatet e humorin. Si komisar Katani, duke mafjen italian. Thashun kjo këngë, thash mas ikën ç'po shumë thamë besa. Kjo këngë thashun këndohet në përdasma tani. Ç'a vlen tani? Në përdasma Lushi e fjer, Berata se. Nuk e dinte Ramizi. Nuk e dinte. Ai i thënë njëherë që ky është nga filmi thash Oktapodi. La Piova. Po. I thash, e diti që je personazh në atë film? Sa pse jam un personazh në atë film? Je Tana Karidi më burrë. I futur thash. Aktori i madh, Remo Xherona. Remo Xherona. Tha po shika mos i thash. Biles edhe kur ka vajt thash, ania jon e parë që zbarkoi doli një djalë që dinte mirë italisht dhe i tha, ju keni Tana Karidin film, po ne kemi origjinalin. Ramiz Ali. Po pse deri atë si kishte thënë njëri aty që në popull thuaj që jo, po nuk di. Po ai nuk besonte shumë gjëra në popull sepse me Tana Karid me Remo Xherona, po thashë na.
Po çaj qeshja si e Jo qeshi, jo, u habit kështu për shumë gjëra dhe sepse Ramiz Alia si Remo Girone. Te Remo Girone, ta më fikse. Se vdiqet tani afër. Po tani. Foto tjetër? Ose sa e bukur kjo. Po ja trego ti pas ke treguar gjithat këtu te shtëpia. Ke qenë te biblioteka? Po. Çfarë thoshe për bibliotekën? Se e kam parë bibliotekën e pasur ishte, shumë e pasur me shumë i kanë në gjuhë të frëngjisht, rusisht nuk I kishte, por frëngjisht I kam parë. Kishte edhe në frëngjisht. Nuk I kam, nuk kem parasysh, nuk cënoje dot atje. Jo, ishte një dhomë e madhe. Ishte dhomë shumë. Sa futesh djathtas te kuzhina. Kem parasysh. Sa futesh majtas, mos ka. Si dera ishte kështu, futesh e kishe kështu se un kam shkuar shpesh. Edhe abia ime ishte kur e kam intervistuar që shkonte në kompjuter. Po. Shkronte edhe I thash unë kam mush moshën ky kompjuteri, pse më tha mos. E si ishte nga 10 vjetë, po, bravo. Ishte nga ta me bravo. Jo, po pret e bukur. Pse më tha mua, kthy kështu se po shkronte edhe kohë, në bëni muhabet. Mi thashun kur ta hedhësh ma thuj çka kazani, thash që ta marrëm. Po tjetër? Kishte një të shpenguar mbas lirimit nga burgu. Thuash mbas këtu duhet të jetë në Greqi. Mbas lirimit nga burgu. Janë në këto. Foto tjetër? A tregoj një histori me vizitën e tij në Amerikë, se ka shumë. Po. Këtu është një gazetë, faqja e parë e gazetës Zëri I Popullit, nëntor 84, kur u zgjodh byroja e parë, Kongresi 9. Domethënë, edhe kjo është historike sepse ky tha unë do vazhdoj atje ku e lajn Veroxha. Po duhet të jetë 85-ën kjo atëre. Jo më ka atje 84, ja, ka 1984. Mirë, po ku ishte fotografia në verë, se ishte gjallë, si mund dilte ajo pa. Fal, nuk është 84. Po e ne po them unë. Një sekondë, ajo duhet të jetë 85 duhet të jetë. Jo, ajo duhet të jetë 87 ndoshta. Po, prandaj po them. Pas 85 se mor. Po, mbas vdekjes së Enverit, këtë drejt. Mbas vdekjes së Enverit. Duhet të jetë 87, ajo s'duket mirë. Kjo është byroja e re, që tha që do vazhdoj. Okej, foto tjetër? Kishim për në Amerikë, pas ka gjera këtu. Po ja ta them këtu. Shkruan dhe vazhdimisht, e? Po shkruante, kisha Çfarë tha për atë historinë në Amerikë? Po. Takoi Antoni Athanas, mua më ka treguar Antoni Athanas. Tani ti trego çfarë thot ky për Antoni Athanas. Gjë më e bukur se më tha dhe ca gjëra që ata grekët atje që donin ta nxori Antoni Athanas në mbrapa, ta tregoj? Jo, këtë s'ma ka treguar, por kur shkoi I rekomanduan presidentin Hammer, kompanisë gjigante të naftës. Po? Edhe që donte të bashkëpunonte ky për naftën tonë. Edhe më bën një test, ai më pyeti për shumë gjëra. 90-ën, më thuaj. 90-ën. Edhe unë u përgjigja. Midis atyre tha, dola në temë tha që Serbia, duke qenë një shtet I fuqishëm në Ballkan, është kërcënuese në çdo moment për Shqipërinë dhe për Kosovën që ka krahin autonome. Se këto shtetet që janë I çik të fuqishëm, këto të skelin me këmbë. I tha, pse, tha, ne që I ram Irakut, tha, që I ram Irakut në Amerika, tha, ne I shkelim popujt në këmbë, tha, jo, tha, a është vendimi I përgjithshëm, Këshilli I Sigurisë, nuk e di si kush është ajo, që morën pjesë 33 shtete, tha. 33 shtete, ja, ktheva unë, tha, po, tha, do më të në shtiru. Foto tjetër? Kjo është 1990. Janë këto të Ramiz Alia, citati lartë, ne po punojmë që shteti juridik të ndërtohet I fuqishëm e I qëndrueshëm, që jeta e çdo qytetari të jetë e sigurt, që puna e tij të respektohet, që vullneti I tij të mos shtypet, që krijimtaria e tij të mos përçmohet. Mbaron lexon këtë dhe të vjen vetëm për të qeshur, sepse 15 dhjetor është themeluar Partia Demokratike, është vendos pluralizmi dhe Ramiz Alia tani atë mos e ke thënë Ramiz Alia ka vënë gazeta, 15 dhjetor, po. 1990. Po. Kjo është për të qeshur. Kjo është për të qeshur. Zëri I Popullit. Nëse çdo ka I misioni e saj të marrojë aq ishte kur. Nga letrat e telegramit dërguar shokut Ramiz Alia, të bashkuar do ecim në rrugën e demokratizimit të vendit. Foto tjetër? Tani me kjo është një foto shumë e rrallë, marrë në arkivin e shtetit, me Enver Hoxhën. Jo. Po në Kin. Ose po në Kin. Në Kin. Ke shumë drejt një kopësh kinez. Aty ngjitur Ramizi, ngjitur Mehmetit, ngjitur Enverit. Po. Do të thënë, Ramizit nuk I ra që të kishte kinez, I ra Simon Stefanit, theti, ë? Po. Në qeli. Kinez në qeli. Foto tjetër. Snika, po?
Këtu është në ato të një majit. Po, dekadat e majit. Si në pritje duket aty? Po. Sa ti kënë këta dy, tha, ky vdiq, këtë e vranë, edhe jam në pritje. Ë? Shtirë. Tha gjë a tha në njërë, biseda, për Hysni Kapën, për vdekin Hysni Kapës? Jo, Hysni nuk tha gjë, po për Mehmetin foli pozitivisht edhe interesant, se që ishim kam të dy përballë njëri tjetrit, i tha ka qenë një nga kryeministrat më të zotë që ka patur Shqipëria, që kanë nxjerrë Shqipëria, dhe atje ku e i vendos të komën, do më thënë komën do të thotë këmbë mbarë, bëhësh dhe hecës çdo gjë tjetër. Flisën në atë formë, sikur e kishte Mehmetin përpara. Por më vjen keq tha që ai pati atë përfundim. Po, i shkruajti letër Jagua. E di që Jagua ndonjë. Foto tjetër? Takonte shumë njerëz kur ishte president. A tha në historinë në një person? Njerëz të thjesht kishin drejt ta takonin në qeli? Po dhe nuk i linin sekretarët. Nuk i linin. Kishte kërkesa? Por tani sekretarit para se të vinte, nëse do vinte sekretari pari i Shkodrës, do ngrinte problemet që kishte Shkodra, sekretari i tij dilte dhe i thoshte, kujdes mos e shqetëso shokun Aramis, se Shkodrën e do shumë. Dhe s'keni pse të ngarkoni me negativitete. Por i qelia, a pati në një qytetar thjesht do të takon? Kur ka qenë arrest shtëpie, i ka shkuar Namik Hoti. Me vjen nejt një orë sa, edhe unë arrest shtëpie, unë doja njerëz, më kupton? Edhe në fund thatë muhabetit, më thotë unë kam një blok të madh që kam takuar personalitete botërore, se kishte 2-3 vjet i kishte dalë në pa figura Namik Hotit. Edhe këtu do isha edhe një shnim për nga ana juaj, edhe firmën tënde si Ramizalia. Ma e bjerë të shikoju. Do t'im shkon dora tha ke Miloševiqi mu, që kishte shkrujt për këte, tha. Një ta mylli, tha. Namik Hoti kishte takuar Slobodan Miloševiqin? Po. Wow. Për të parë gjë. Po ka propozuar dhe mu në kongres që të me merte me vete, në 98-ën, pa fillu lufta. Kush të merte me vete? Namik Hoti, për në Beograd. Se vajti takojnë në Beograd? Po, erdi ftesa. Qa thua? Po, kishte takuar. Dhe do të merte dhe ty? Po. Namik Hoti, kryetari i partisë ekologjike. Ekologjike. Dhe ka takuar Miloševiqin në Beograd? Po, më ka qenë në kongres, më. Dhe tani, ky i tha Ramizit mi thim firmë. Para Ramizit Miloševiqin? Nuk hedh firmat i ku ka hedh Miloševiqi. I tha Ramizit, ta? Ma ka thënë kështu, troç. Bravo. Aty ku ka hedhur ta Miloševiqi, ta? Nuk hedh firmë. Nuk hedh firmë, ta. Ua. Edhe ta nuk po dha firmë, ta. Foto tjetër. Letra i vinin? Shoku Ramizalia. Dëgjoj. Kuvendi Popullor Tiranë. Letra i binin gocat me marifet. Goca kur vinte. Se jetonte edhe me situatën jashtë, plus që analizonte edhe fjalët e policët, që ç'a thonin policët me njëri tjetrin që kështu ndodhi dje në Tiranë, kështu bëri. Po? Edhe ka qenë në korrent në çdo gjë dhe Juve kishte drejtë t'ja jepni letrat, i hapni? Jo, s'kishte letra. Nuk lejo. Çdo gjë. Nuk lejo, Nuk lejoj. Edhe kur ishte i dënuar? Kur ishte i dënuar, masi vinin atë, pa i binte vajza. Në hynim në kureshtare që çfarë. Po avokat kush ishte? Ishte Klanti Koçi. Foto tjetër, e kam foton e Klantit, duhet të... Këtu për luftën, çfarë thoshte? Për luftën në një test që i kam bërë atij, ose pitsor si quhet sot, i them kur e ke ndjerë vetën krenar gjatë jetës tënde, kur u kthyem nga lufta, më tha Ramizi. Po pse? Po fituam i betejë. Fituam luftën. Po ku kishte luftuar Ramizi? Po tani kishte luftuar ai vajti deri në Veshigradë, ku vajti me Jo ku kishte luftuar thashun, jo ku vajti. Jo, në lufta ka 3-4 fronte. Fronti i parë ikin Terimat, pas rrin tjerët edhe trashëgojnë dikush i katërt, siç e përshkruan në ngoj Margarita Tutulanin. Po. Sepse ka një akuzë për Ramizalin, që se fli për të papa, që kanë qenë një klasë këta, thoshte që spionoi Ramizalia Margarita Tutulanin. Dhe jo. Ai ka ngrënë bukë tek shtëpi. Edhe aty ku ka ngrënë bukë, ka thënë nuk përmbyset kupa. Edhe ka bërë 2 ndere, për të mos thënë shumë ndere, po 2 ndere që mi ka thënë mua. Inder vjen nëna e Margaritës, nuk e di, Maria, nuk e di se si e kanë quajtur, duke qarë. Edhe thot,
Ramiz ke që nëna tha, po më internojnë lekën të. Aleksandr Meksin, se kishte qenë motre. Po? Edhe ndërhyr ata dhe vite më vonë, i nipi motrës Margaritës, quni motrës Margaritës, po nipi Margaritës, bie dashuri në grua në blok. Edhe jep urdhër e Korani saj që ta arrestoni. Kjo vjen duke qartë, Ramiz shuk ta ka bërë i gabim ta quni. Si da bëmi taj? Ja kishte shpjeguar gjithë, një të marrë Hegorani saj në telefon. Hegorani taj, mos u merri me ato punë që i kruhet korruzi vetë. Lëllat muhabetit. E kuptova. Foto tjetër? Tani të dy presidentët u arrestuan. Po Haxhi Lleshin? Haxhi Lleshi dhe... Kishe? Jo. Edhe ai u arrestuan. 3 presidentë janë këtu. Po, për i moment për më ka thënë diçka për për qeverinë e parë të Saliut. U tërgua i zgjuar më thamë. Pse? Thashtë s'më shkoj mendja. Për të 2005-s thua? Jo, qeverinë e... Meksit. Qeverinë, do me thënë kur krijoi shtetin Saliu 92-shin që... Pra e Meksit, po, Meksit. Qeveria Meksit, por posin në bazë të ndarjeve etnike fetare që ka Shqipëria, posin i presidentit e zgjodhi mirë. Edhe ortodoksis vuri Meksi, kurse katolicizmin vuri Pjetra Arbnorin. Do me thënë 3 postet kryesore, do me thënë e bërin bazë të... Për këte ka... Po, për këte, jo, e këte kapi, këte më ka sjaru Ramizi. Po ju tha, po edhe ne bom, tha, qa bom, tha, bom Haxhi Lleshin, tha, me qenë se ishte president, me qenë se Shqipëria ishte shumicë muslimane, bom Haxhi Lleshin. Po mirë, po tani, kjo do me thënë 3 presidentë të 3 në burg. Si tha i Prifti që ti është në politikë në Shqipëri, një kënd do kesh në burg, një kënd do kesh në varë. Dgjoj, këtë e kam thënë Hekurani Sajt, si gjë bukur, kjo moment, them unë. Më thotë mua, më thrisin besnikun se nesër do dal nga burgu. Ka dal duket nga data 20 shkurta, 24 shkurt, nuk e di diçka tillë, 95-s, që i dha dhe një farë optimizmi Ramizit që ishte liruar peri balonës. Edhe thorë besnik taj, po të ndalin gazetarët më nesër para, çfarë do t'i them tha? Se unë kisha pas ministër këtë, edhe kam historira dhe me të pa fund. Më i thashë, në qofë se do të dali Aleksandr Frangaj me Martin Lekën, ti do t'i thoshë, e tjeta faleminderit shumë, ju e keni bërë burgun? Po do thonë ato, se ishin burg dhe ato. Edhe unë e marrova burgun, i bëj thirrje gjithë popullit shqiptar, kush nuk ka bërë burgun, shkoj në burg. Morë qëra ta, më thoma, e kërani nga gjithë dhe këte lavë. Po, gazetarët i kishe mundësi të takon? Aleksandr Frangaj, ti? Jo, po, nuk i arrita unë. Nuk i arrita. Po, i takonte Ramiz Alia? Se pa ta pyetur këtë pjesë. Sepse në atë kohë unë nuk i njihsha. Vetëm në përshkrimet që lexoj. Kishin pa njohur ata atëherë, se normal sa kishin filluar gazetat. Wilson Ahmeti? Po Wilson Ahmeti ishte? Ka arritur? Kryeministër? Po? E kam gjetë dhe edhe i u lirua diku aty ai muj para Ramizit. Po një vit e pak bërje i burg. Për çështjen Arsidi. Po? Edhe unë bëj burgun ta, sepse vetëm se kam njohur Arsidin, thama. Si? Se kam njohur Arsidin. A se ka njohur Arsidin bëri burg? Vetëm se e kam njohur. E po jo, po burg të padresës. Po padresë. Vetëm se e kam njohur. Si ishte Wilson Ahmeti se... Dhe jo, Wilson ishte rritur në figurë publike, por një shumë i mirë. Po, njëri shumë i mirë, këto 2 vëllezër që ishin dhe i tjetri, po thuj se shkencëtar. Ky një familje edukuar, do më thënë, me baba, do më thënë, kryetar komiteti gjithë jetën, ke parasysh një mama mësuese, do më thënë, ishin njerëz që... I futi Saliu, i futi brenda të tërë. Se i futi brenda të, po i futi për gjë madhore, për shumë gjëra që dinte Po ky ishte 4 muaj kryeministër për zgjedhjet, çfarë lidhje kishte ky ishte vetëm për zgjedhjet. Keni histori me Wilson Ahmetin? Histori kam, kështu që i mora atë një poezi, se unë isha amoruar mas poezisë dhe ke parasysh. Po gardian me këtë formë. Nuk dija 5 dija, dija mira varje përmendëm se ishte drejtora gollit që ja kishim shkruanin artikull në atë kohë që jo është pianece, jo tillë.
Edhe një poezi që kishte kushtuar për të tërbohet president Berisha, thot pasa deur vdekjem ky lugati. Ke parasysh? Edhe unë e pata prekshur në gazeta, ai kishte vend mua i mësuan për mend se ta gjithë edhe ky edhe. Foto tjetër? Kleanthi Koç. Kjo është foto e fundit. Është avokati i Ramiz Alis. Po, ka qenë kryetari i gjykatës lartë. Kasacion. Është, po, lartë si quhet. Jo, quhet tani për në atë kohë kasacion. Ka qenë njëshi për të drejtën civile në Shqipëri. Unë e kam njohur që shpejt, unë faktikisht në vitet 80 që bëja shërbim të dera e gjykatës lartë, e dija se një punojës të rëndontë. Wow. E dija sepse ishin shumë që kishin punojës të rëndontë, nuk e di kartoteka, jo, nuk e dija se, por më vonë u bënën kryetar gjykate, pastaj u bë kryetar gjykate. Pastaj kur u bë kryetar gjykate pata një konflikt me këtë. Pata se arrita që të futsa për një problem në një pronë time. Ai gjyqtar që sot nuk jetojnë është vrarë aksidentalisht, edhe ai tjetri po ashtu. Kishte bërë 2 dosje paralele, më kishte dhënë drejt mua fillimisht, drejt e palës tjetër. Mirë pa, zbulon një gjyqtare aty që unë kisha koinfidencë me edhe që shpejt, që kur ishim në. Edhe thotë, Besnik më thotë mua, ke 2 dosje, tha, ti mund të fitosh, tha, edhe unë ja çova kryetarin zyrë. Edhe shkoj direkt në zyrën kryetarit, ishte me uniformë. Urdhërom, tha më, kisha ulëm, tha më, edhe i njitesin për drejt. Tha, do ta marrësh, tha më. Okej. I ka unë, ke parasysh që pasëm qenë në këtë pozicione që Zoti po na ndihmon. Kur dalë në nesër kisha një parandjej. Për koincidencë se takoja të zonjën atë jurisen. E drodhim, tha më. Si e drodhim, tha më? E drodhi. E prita më këtë, tha, zhdukum, tha më, mos më dilë për para. Më foli ashpër, më kuptonte se natyra këtyre. Erdhi pastaj momenti që e takova me Ramiz Alin, ja thash edhe në sy atë tjetër. Vinte takonte shpesh Ramizin? Kur nuk vinte, një herë nuk e di kishte një problem Ramizi, tham ka harruar Besnikin tam. Edhe thash unë e di ku los tash bilardo, shkoj ke darda dhe a gjej, sa më pa mua ky dhe las tekën, thamë, tha çka ke. Thashë kemi presidentin burg, e ke harruar tha. Se ka me president, është klienti im tha. A, kështu tha? Më tha kështu klient. Pastaj mbuloj me qeshurën e vet siç kishte kështu me qeshurën. Nuk e kam president, është klienti. Është klienti im thaj. Nesër aty konsumojmë kafe bashk. Edhe pastaj erdhi, takoj. Pastaj rregulluam relatat. A erdhi klienti Koçi në varrim? Jo, ishte vdekur. Kishte vdekur. Kishte 12 vjet, 13 vjet kishte vdekur. 98. Apo se Ramizi vdiq 2011, po ke shumë të drejtë. Po Ramizi vajti në varrim? Jo. Faktikisht, shkoj unë, jo, i bie telefonit, se unë s'kishte telefon shtëpi diku që ishin këto rrugës, edhe thot, o Niku, thot mua, i lirje, po, hajde nga shtëpia. Edhe unë, ke parasysh, kënaqësi, edhe më dhe, ore tha, do shkojmë t'i pim një kafe, tha të shoqes Kleanthit. Ishe varrosur? Ishe varrosur. Do të thonë nuk shkojnë në ceremoni. Jo. Po? I thash, dëgjoj edhe shumë. Ti ke qenë kryetar shteti. Ky ka qenë kryetar gjykate, do më thënë disa shkallë poshtë teje, desha të bëj pyetjet, kur dole nga burgu, ka ardhur në shtëpi për vizitë për pi kafe? Jo, nuk do të shkosh. Do të Kleanthi Koçi, avokati, nuk e kishte dalë. Nuk i vajti në shtëpi? Ka ardhur thashun, Nuk i vajti? Shumë më tha. Dhe ky nuk i shkoi pasaj në varrim. I thash unë, nuk shkojmë tha moj. Edhe nuk shkoi. Nuk shkoi. Thashun për gruan tash e njoh, thashë gruaja ti ka. Po çfarë thoshe për se ishte vrasje e Kleanthi Koçi? Nuk e kapë më tema. Nuk e diskutojmë se si ishte edhe tema. Ramizi kishte gjë të mirë që thoshte kjo nuk është tema ime. Prandaj shëndoje nga. Jo, për shembull diskutuam për gjuhën shqipe. Nga rrjet gjuha shqipe, hapa unë temën. I tha si mas e qërën që abeta, 5 zgjikja ta i lirë dhe kështu me rata. A i tha atë, pyet me mirë më tha, mos e kishe lexuar 2 libra mbi gjuhët, unë edhe u diskutua. Unë nuk dalë mbi kompetencët atyre që kanë investuar rinin gjithë ato. E kuptoj. Te kishte. Besnik Meta na rrëfeve gjëra shumë interesante. Unë nuk naqa shumë. Nuk ka rëndësi që Ramiz Alia se është presidenti në dy sistemeve. Po. Do të thënë, ai ishte, si që kam shkruar në libër unë, ishte diktatori i fundit dhe demokrati i parë. Po si mund t'i thojë, atë themi shprehjen ti tani. Unë kam patur baban që mund ta quajë diktator.
që tërë jetën nuk më dha asnjëherë drejt, edhe pse isha 60 vjeç. Kupton? Kurse Ramizit, vetëm të shembull të dash unë ti që më dëgjoj fjalën, ma djoj, ishe jashtë, ke parasysh. Baba im nuk më do dëgjonte, por nuk ishte diktator Ramizi. Mirë, Ramizi ishte... Ai ishte rokopuja e shtetit. Mirë, ai ishte pasardhës i Enver Hoxhës ani, 85, 90, ani ai mund ta kishte bërë në 86. Edhe iki dhe mund të bënte, ishte varur te Shqipëria. Ti ke sot kalon 35 ishte varur.